Jemi kthyer në studio për debatin e fundit që kemi në fakt për ditën e sotme. Jemi bashkë me Zojen, Donin dhe Redionin. Debat që i dedikohet Big Brother natyrisht pak para gjysmë finalit, kështu që kujdes çka thoni, sepse vendosen finalistat. Çka do të folim na përdoret këndër, a? Mundër. Na e kemi pa. Redion, përshëndetje edhe ty që mos të mbes bosh dhe të inkuadroj. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Zonjë faktisht me undërlin, fakt që deklaratat tua këtu, sidomos kohëve të fundit për Elionin, mbas edhe në këtë pikë të lojës që është, Tedi, e ke pa vetë dhe ke lexuar dhe kanë marrë shumë vëmendje dhe komente realisht që ke pasur, le të themi, një 50-50 kundër dhe pro asaj që ti ke deklaruar. Sot jam shumë kurioz me dëgju secilin prej jush të treve, në atë se çka ju keni arrit me kuptu, se çka di Dolçe për Elionin që e ka një lloj përplasje të tillë tani më këtyre ditëve. Faktikisht edhe unë jam shumë e lumtur që komentues që kam 50-50 sa asnjëherë nuk mundesh mi pas 100% të një mendimi, edhe më ka pëlqyer që e kanë dhënë po të njëjtin mendim edhe e kanë kuptuar lojën e Elionës. Faktikisht krejt e kanë kuptuar veç ajo pjesa që s'dojnë me ditë. Dolçe jopi pardje një mbrëmje që ka një deklaratë që Eliona ka thonë diçka, po për që vje puna më pëlqy Dolçe nuk e kam menu, po flas në aspektin e lojës se për bukurinë pëlqen. U kalzu shumë realiste, u kone saktë në mënyrën që shka debatu bashkë me Elionën, edhe ja kanë zirë nështë pak ma egrë që është në debat e Eliona. Po mi shka që e këtë debat, se atë që o tha e dëgjuam, qka që në këtë debat? Pse tani kjo përplasje e saj me Elionën? Debatit që ja njësi fillimisht është mënyrën që ka drejtu Eliona me kjo. Se pa marrë parasysh edhe pse janë që aty mrena në beg, duhet me pas një lloj respekti për njënin tjetrin, edhe në momentin që ti referosh dikuj, duhet me ju referu në emër edhe se me thonën e ty Amer. Edhe Eliona ka bosin atë ignorancën që dhe me kje kantin shpedhës s'kena pa dhe foli kja. Si do që tjetër, nëse je shpall finaliste dhe nëse nuk je shpall, ti je po i njëjti me ata mrena. I kindo sa dit, 90 dita ma shumë bashk, s'jadu në mënyrën e dur, edhe komunika normal që shdojt. Edhe Dolçe si ka pëngua jo, pëse mos me ju referu me emrin Dolçe. Nëse Dolçe si 30 vjeqare ka respekt për Elionin si 19 vjeqare, atër pëse mos me pasë njëjtin komunikim. Edhe mënyrën që shdebatun nëzjeri shumë sanit të Elionës që mu më pëlqyn që ndodhe ai debat edhe që Dolçe unë gjallë. Nëse Dolçe i shkon për fillimit po e tillë, besoj që na kish marrë zamrën krejtve dhe na kish pëlqy krejtve. Se ke super energjike, mënyrën që debatoj ke i kish tana fjallët reale dhe po, nuk e pat gabim. Qka di në fakt Dolçe për Elionën dhe Klodin, që si që ka thënë në një lloj kërcënimi që nëse flas i merr një valigje dilni nga shtëpia kështu me radhë? Paj, zakonisht këto aludimet që keni marrëveshje jashtë, keni bisedu jashtë, din nuk është që janë të padëgjume. Të padëgjume më parë, kemi uni edhe në Big Brother atë tjerë, ka pas edhe foto ndërsa të personazheve që kanë dalë, ndërsa që janë të ku para Bigut e tash mirë po pse s'foli Dolçe ma herët, nëse kish dasht me rreziku ose me penalizu Elionën në lojë ose diçka tjetër, pse nuk ka fol ma herët. Po më Dolçe e pat për lojë, mrena me ludun shka ka ndodhur jo ma herët. Ta ajo fjalë të ndalemi tash, po. Po, pse nuk e ka bën ndoshta ma herët, ka mujt ndoshta me u kapë në Dolçe menoj se si ti po shumë e matur edhe di në momentin kur do me fol diçka. Nëse ti po dojnë me pengu ndoshta ose me penalizu një banor aty brenda për me arrit finalin ose penalizon tash ajo ka shku në finale. Se mua dhe një sen. Që të pikë lojës. Mua dhe një sen nuk po pëlqen kur po thojnë një orë derin që të pikë lojës edhe tash du me ndryshu. Nuk ish ka me ndryshu ma se tash ty të metët me kom pak ma qetë me shiu pjesën e gjysmë finales edhe nuk ki ma hapsir me ndryshu. Me kon ma e qetë se e arrit e finalin tash përshkojnë pushime se jam në finale. Po jo në pushime, po të faktën me kom pak ma i qetë. Nëse e dëgjojmë opinionet se cilës se dëgjojmë fillim dhe më pas debatoni le ta bëjmë. Dinamika do të qëtash me janis, qësh edhe ka nis dinamikat me ndodhë. Po ka po, si s'u ka ndodhë që të një fjallë që e the pak ma herët, që loja e Elionës, e për çka ka hi Eliona mrena? A ka hi me lujt? A mo mos të qenë reale. Që po gjykuat loja e saj, pra? Po dhe, mirë dhe, nësë është të gjyku për lojë, le ta pranon, mos të kodë vazhdimisht. Ka shumë aludime për ta që është reale, është për lumikimin. Jo, zemra jame, sa ajo projmin e kalum, Eliona i ka thonë Benitës kuja ka njës me kajt që u largu prej dhomës ndeja, si tha këto janë pasojat e lojës, e tash du të mi thonë edhe Elionës, këto janë pasojat e lojës, që ti duesh më përballë me shumë sene, nëse Eliona e din këtë sen, nuk du të me gjyku dikën tjetër. Redion, a je me Dolçen apo me Elionën në këtë moment dhe në këtë debat që po bëhet tashmë?
absolutisht nuk jam me Dolce me gjuhën e saj të degraduar, nuk ka nevojë që të bëj si gangstere se s'ja ka askush frikën, nëse ka shumë këllqje për treguar çfarë pas ka parë ajo që ne nuk i kemi parë përpos fjalës së Elionës, që i ka thënë Ludolis ty të ha krejt, është edhe Dolce që në njëjtat formën e kemi parë dhe në Big Brother duke u shtrirë edhe me Ludolin, pra të mos bëj moraliste dhe të gjykoj, po besoj që nuk e di nëse mund të jetë ndonjë lloj tendence e Ludolis për të goditur Elionën nëpërmjet Dolces, pasi e ka pasur të pamundur të ndaj treshin për sheshin me të gjithë atë luftën e tij dhe po përdor le të themi anë të tjera, nëse është kjo realisht ja ka dalë se në sytë e publikut Eliona ka marrë sërish një lloj mbështetjes, i kemi parë dje në debate ku pothuajse e gjithë shtëpia është kundër saj dhe ajo që ishte aty duke i kërkuar llogari apo duke i thënë thuaje çfarë pas kam bërë unë, ndërkohë që Dolce heshtë dhe nuk është se e nxjerr shumë të fituar në sytë e publikut, por posa asaj që pas ka për Klodin, që është shumë e mistershme dhe ende nuk e ka zbërthyer. Por sidoqoftë, Eliona ka pasur një lloj trampoline në këtë Big Brother, fillimisht që u godit nga vajzat edhe nga vetë Dolce, janë situata të akumuluara, nuk është se Dolce thjesht u ngacmua se ju drejtua Eliona foli kjo se pushon ti s'di të flasësh se si që lojtari, për shembull ka qenë një grumbull. Shtoj edhe këtë pjesën që mund të ketë dorë dhe Ludolit e nxitur dhe nga Eliona, por edhe ndoshta një inat i akumuluar një lloj xhelozie. Po mirë, pse për shembull sepse Eliona në debate të tjera, realisht kur ka pasur përballet të tilla, ka qenë shumë e ashpër. Në këtë debat me Dolçen, pra, sikur e ka një lloj frike për të shkuar deri në fund dhe për të qenë më e ashpër dhe më e vendosur në përballje. Jo, dje kur ishin jashtë shtëpisë që ishin në obor, ajo le të themi kishte një lloj agresioni dhe u çua në këmbë duke thonë thuaje, pra që nuk i kishte frikën në asaj që pas ka parë Dolce dhe që pas ka bërë gabim Eliona. Për mua, Eliona ka fituar pikë se tregoi që është lojtare dhe nuk ka frikë të flasi, pastaj për shije personale, unë jam për lëndrimin, për kjo është situatë tjetër. Por sidoqoftë në këtë lloj aspekti, besoj që i ka dhënë shumë pikë Elionës në këtë prag finale që jemi. Po, se zakonisht në këtë moment kur banorët kthehen kundër një lojtari, gjithmonë ai lojtar është favorizuar sepse e pash edhe lajme të shumta që lëndrimit dhe Klodit Hyrdit vjen duke rënë shumë followersat për shkak të kësaj përballje që PK dhe treshja tashmë. Jo, se dosha mund ndërlidhet me atë që tha për Dolçen që ka hup shumë pikë, unë mendoj që s'ka hup shumë pikë, faktikisht është rikthyer në skem, po pak si van, për shkak që Dolçen nuk e pat. Po dhe po rikthy pak në debate edhe pak më në qendër të vëmendjes. Se nuk është që ja boni naj fort të pa drejtë Elionës, po thjesht Dolçe me maturinë e saj e zgjatke se kur Dolçe dëm vetë me kallëzu një sen, jo kur dikush e detyron. Dolçe është mjaft e pjekur sa me ditë kur dikush mundohet me manipulu, mundohet me shti me fol diçka shka nuk don. Dolçe është në atë pikën që e dim vetë kur do me nxjerr diçka dhe nuk është as Eliona as kërkush tjetër që duhet këta me ja imponu për kjo me thonë me tregu një sen. Dolçe me këtë debat në këtë moment. Eliona është finaliste, është një pretendente e fortë. Po mirë, nëse nuk ish pas ndaj sen, kjo tregon faktin që Dolçe nuk është që ju ka tut. Se nëse do të që ju kishtë tut në pikën e fundit të finales, nuk është që kishtë debatu me Elionën. Unë nuk menoj që kush ju ka tut që aty Elionës, veç ju kanë tërhek, pak e kanë kushty prej historisë. Tash edhe mram në darkën e finales, pat edhe pyetje ma shumë për Elionën, se do të tash pak shumë ka po për historinë e saj se sa vetë ajo. Historinë në këtë Big Brother ka qenë historia e Elionës, kështu që nuk mundesh me thonë e kanë kushty për shkak të historisë, se nuk ka lënë gjapa i thonë. Jo, e kanë kushty në shumicën e rasteve për Cilën shumicën e rasteve kur një ish banori ka thonë baba jote është kriminal. Derin që atë pika shku ndështë përdërimi i historisë e Elionës. A u presh më në fund treshja? Po shihet që po, është një strategji që Eliona e ka përdor, pavarësisht që mu nuk po m'pëlqen fakti që në këtë pikë të lojës nështa është prish, është parashikuar edhe më herët edhe prej treshës krejt kjo çka po ndodh, sepse edhe lëndrimi që po shihet që është prek mas shumti prej treshës në këtë rast, ka thonë që në një pikë të lojës mendoj që s'kena me njoft një tjetrin edhe erdha ajo pikë e lojës, secili po lufton për një vend në finale, për 3 vendet nëse s'ka bërë që kanë me. Edhe po besoj që nëse
potencialisht lëndrimi po shpresoj që kemi shku në finale, kemi më pa debate shumë të forta bashkë me Elionën. Zoj dhe Redian, a keni pa ju ndryshimet e Elionës pas ju shpall finaliste kundrejt Klodit dhe lëndrimit? Sa kesh ka ta thëmën e qëta, arsyeja pse Dolce ka kriju debat me të është arsyeja Eliona se ka ndryshu masi që u shpall finaliste. Ka ndryshu ti thu? Eliona ka ndryshu masi që u bë finaliste, ka ndryshu me Klodin, ka ndryshu me lëndrimin, ka ndryshu me komplet banorët. Edhe kjo është arsyeja pse banorët kanë ardhur tash në këtë pikë që me reagu, se deri më herët nuk u shpall. Jo që ja kanë pas sinatin, po thjesht ka ndodhur ndryshimi i Elionës kundrejt këtëna. Eliona i ka thonë edhe Klodit që unë ty du me të pa jashtë, pse s'ja ka thonë para finales. Nuk u banami që i e shku në finale, po ti duesh me ditë edhe me vlerësu njerëzit që të kanë qëndru ofër nëse lëndrimi, u ka zru një shok shumë i mirë gjatë gjithë kohës ofër Elionës, ku është interesi i lëndrimit tash me dalë kundër Elionës, që s'po dalin kundër Ludës, se Ludo nuk ka ndryshu, Ludo është po i njëjti që shukan. I vetmi person që aty ka ndryshu mas finales është Eliona, edhe që i ka quna atë pikë më ndryshu, sepse në këtë rast është habit Klodi, është habit edhe lëndrimi, pse Eliona me bokit reagim edhe me njëherë me pas atë ftofsinë dhe atë largimin kundrejt të në dhe kundrejt banorëve tjerë. E qka zakonisht ka ndodhë kur këtë shpia jonë këthy kundër një banorë? E ka mbrojt lëndrimi, e ka mbrojt Klodi. Faktorizimi i një... Po mirë, nëse dje e ka mbrojt në debate Elionën, pse tash Eliona duhet me thonë pse mu s'po mbroni në debate, kur dje thojke, unë jo marrë dje në këtë pikë të lojës pa juve dëve. Pse duhet mi me tash hatri Elionës, pse nuk pirën Klodi, pse nuk pirën lëndrime. Jo, se në këtë rast, po bim pikë me nësë lëndrimi, pa pikën e arsyes, se lëndrimi duhet me dalë një shak i keq. Lëndrimi duhet një avon dore. Me e cilë situatën që shpo dëna jo vetë. E atëherë mos e luj rolin me kajtë dhe rolin e viktimës për mi qitë djemë të keq. Redion, a ka ndryshu Eliona, apo është një loj i nati i lëndrimit edhe Klodit që ajo është finalistja e parë? Sigurisht që kohët e fundit tek Elionën e kemi parë gjithë një lloj arrogance dhe një lloj ndjesie që të jep që i ka krahët e ngrota, kjo është e kuptueshme dhe është e vetëdijshme, nuk e di ku i merr këto sinjale, por sidoqoftë një gjë që më pëlqeu mbrëm në prime ishte që menaxhmenti që ka Elionën i shtroi darkën personave që janë në këtë luftën se kush do të shkojë në finale. Edhe kjo ishte një lloj ironie e bukur që Dolce dhe Benita e hoqën pluzën duke mos e veshur. Por sidoqoftë ka një lloj tendence të Elionës për t'i parë djemt si Klodin dhe lëndrimin, si vegla të saj dhe shiko se unë jam këtu, por ju keni ardhur falmeje në këto pozita kur jeni, ndërkohë që ka qenë loja e çiftit, e pëlqimit, e jo apo jo, e një lloj realiteti që Eliona nuk ka dashur ta pranojë që djali ka dikë jashtë, pastaj një detaj tjetër që Klodi kishte hequr vëthët, pse po përflitet sërish orientimi i tij nga Hygerta që ka mbi 2 ditë që po e flet këtë gjë në lidhje dhe me këtë supozimin e kësaj valigje që pas ka Dolce që nëse e hapë zbërthen Klodi ikën nga shtëpia, pra nuk janë më të qetë, sigurisht jetët e finales bëjnë të vetëm, por që arroganca e Elionës nuk më ka pëlqyer që prej shumë kohësh. Po që të qike me ndërlidh, nëse Hygerta deri para një kohë nuk i ka dalë kundër Elionës, ajo tash ka fillu me i tregu mendimet që i ka pas për Elionën që ka hezitu me ja thonë. Që kjo është arsyeja e vetme e ndryshimeve të saj që ka ndodhë. Njëjtë që jënë këthy tjertë, mu nuk më pëlqeket që unë e keme bodhë mënyrën e manipulimit me lëndrimin edhe Klodit, tu i thonë që ju dy keni ndryshu. Jo, zemra e me vogël, nuk ka ndryshu këta, thjesht i ke ndryshu, se i ke marrë kratë prej finales. Ka ndryshu strategjinë e lojës, nuk është që ka ndryshu strategji e lojës, ajo se në atë rast duhet me dalë shot që e keqe dhe u dalë shot që e keqe e Eliona. Pavarësisht që ka dalë shot që e keqe, pavarësisht është u komentu negativisht në publik një prishe e shoqënisë dhe një lloj krisje e raporteve ose një lloj tradhtie që ja ka bu treshi për sheshin në këtë rast, është në një pikë të lojës ku e ka ndru strategjinë dhe strategjia të cilën e ka përdor. Po mirë, dhe tash që jep ma një koment pëse duhet me dalë lëndrimi një shak i keq nëse për 2 muaj s'ka pas interes. Vishma përfundoj, nuk ka pas interes në Elionën. Ku është tash interesi në pikën e finales, mu që lëndrimi kundër. Kush për faktorizohet që është Eliona që për faktorizohet? Për shka është faktorizohet? Për shka këtë lëndrimit që i ka nej ofër? Jo. Na nuk po thujna që Eliona s'ka ditë me folë për gojnë e vetë. Këtë shpia ju kanë këthy këndër. Pse ju kanë këthy se ka ndryshu Eliona? Ka ndryshu strategji, nuk ka ndryshu... Së strategji ajo, që është strategji me angull shokut?
që të ka nej ofër ty Jeni një pikë të lojës, unë e thashë dhe ma herët, dhe lëndrimi e ka thonë ma herët, që në një pikë të lojës asë një uniteti nuk e na me njoftë. Ka qenë vetë lëndrimi që e ka të kërë. Lëndrimi e ka sekë, për nuk e ka sekë në atë mënyrë mja ngullë thikën ma shpine që ka bëjë Eliona. Përcjellëm ti mu deri në finale dhe në finale në nuk pot shpine jo ngullë dhe i sot Big Brother. Nisë po jo në mënyrë që shumë ngullë është dukshme që ka edhe një lajm i natë le ta themi që është finalistja e parë, të nuk mund me mohu. Jo finalistja e parë, po në momentin që ti ndihmon dikuj me shku deri me një pikë dhe nuk ta din gjithë ku i vjen i natë. Po asat aty nuk patën ndonjë sjellje ku me ditë sa si finalistët parë ndaj një shoqe. Kush shkon te finale, se mjaftueshëm me Elionën, lutem. Mjaftueshëm me Elionën se ndonjëherë kam përshtypjen që po dalim si po e bëjmë me tendencë kundër saj. Kush shkon në finale? Unë sot mendoj që shkon lëndrime. Në finalen besoj edhe shpresoj që ka me prejke edhe Klodi edhe Benita. Klodi mendoj që ka me prejke? Okej. Zoj, kush e prejke finalen? Kush është treshja si pas teje? Unë mendoj që lëndrimi pa tjetër. Okej. Benita, kisha pas qef po, edhe jam mes Klodit edhe Hygertës. Dolçe nuk mendon që e ndihmon sa do pak kjo e fundit? E ndihmon, po është ka reagu ta zhvonë dhe nëse thash e ceka paraprakisht që nëse Dolçe i shkon po atraktive sa u kanë këto 2 ditë e fundit, besoj që kish mri me shku në finale, po që ma shumë nështë ta e meritojnë këta, po jam mes Klodit edhe Hygertës. Po. Redion, për ty, kush janë 3 finalistët të tjerë? Sigurisht që Londrimi dhe Benita janë të ti diskutuar që duhet të jenë në finale, ndaj të njëjti mendimi disë Klodit dhe Hygertës, mendoj që edhe Hygerta meriton për atë lojë që ka bërë, por duke qenë që ka qenë një personazh më shumë i shfaqur dhe më i zhurmshëm në shtëpi, do të jetë Klodi. Zoj, a mendon që kështë ndryshuar shumë kjo lista e finalistëve, nëse do të ishin në shtëpi Alba dhe Labi? Patjetër, po, okej. Shumë patjetër. Alba gjithçysh ka pas me u shpall finalistja e parë, po kishte ndryshuar shumë. Labi a kish më qenë finalist, nëse do të ishte brenda? Nashta gjysmë finalist. Okej. Jo, nuk e mendoj që Labi e kish prek finalen. Pavarësisht që i ka dhënë shumë asaj shtëpie, nuk mendoj që e kish prek finalen Labi. Po që nëse i shkon Alba, patjetër që Alba kish fitu. E kish merituar me fitu. E kish fitu? Po. Redion, qysh kish më qenë për bërja e listës, se kjo dyshe kish më qenë në shtëpi? Do të më fitu. Sigurisht që ikja e Albës la një vend të lirë, për sa i përket nëse do ta fitonte apo jo, ka një lloj mungese të mbështetjes të madhe në rrjetet sociale Alba, kjo gjë po shikohet edhe tani që ajo jashtë shtëpisë, nuk është se ka marrë shumë vëmendje, por sidoqoftë do të ishte në finale për gjithë atë lojë dinamike dhe pas një lloj ndroje për të sulmuar, për të qenë aktive apo edhe për të qenë e zhurmshme siç ajo e bënte. Por sigurisht që do të ishte Alba, Londrimi, Benita dhe Eliona në finale. Okej. Redion, një pyetje, me që është si lajm i fundit realisht përjashtimi i Kristit nga Bigu i Shqipërisë, lajmi dihet, por nuk dihet arsyeja. A ka ndonjë informacion çka ka ndodhur realisht? Çka fshihet prapa këtij zarfi zi dhe përjashtimit? Kristi e ka lënë dëshirën e tij shtëpisë, edhe pse njoftimi është që ai është përjashtuar për shkak të precedenteve të mëparshme që ai kishte me 2 largimet nga muri, por në informacionet që u kam është që është larguar me dëshirë, se dhe Juela tregoi sot në mëngjes me banorët që e kishte parë dje duke paketuar valizhet, duke bërë gati rrobat e tija, pra është një dalje me dëshirën e tij, por se si do ta trajtoj produksioni, këtë besoj do ta shikojmë nesër në Prime. Po don se paturtu edhe sa mujta me pa në këto të para të mëngjesit që për momentin që u bë publik lajmi që Kristi është përjashtuar nga shtëpia, edhe banorët po edhe në për rrjetet sociale thonin që përsëri ka dashur me kalu murin. Kështu që kjo ka qenë. Unë mendoj që Kristi, ky ndryshim i Kristit për me dalë nga shtëpia e Bigut ka ardhur që në momentin që e ka marrë zarfin e babës vet. Nuk e di, Kristi u kam komplet ndryshe. Ka pas ndonjë mesazh aty të koduar apo? Po mendoj që e ka pas të koduar për shkak që Kristi deri në atë moment ka luajt natyrshëm, ka luajt mirë, po them natyrshëm se e ka pas strategji, po që e ka vrejt një Krist tjetër për momentit që e ka lexuar letrën, u kanë mas disa minuta pa lyp me dalë dhe mas çati momentit që e ka lexuar letrën, ai ka ndryshuar dhe ka lyp me dalë 2-3 herë. Silin me çka e goditi Rogerti, me që nuk shihet ai momenti kryesor. A keni arrit me kuptuar dhe me kapa jon? Selin, me çka e goditi Rogertin? Me çipsa. Me çka Redion fal? Me çipsa, po ku shkon?
Se realisht me kërcit i goxha, kështu që... Jo, nuk e me kse, me qipsat ja ka gjujt. Së ka najsan tragjike, ma shumë u kesh rëgjertit, Po, me vajnit, me reagimit. Me valigje, diçka që ke, as nuk e prek me shkopa, me nuk e di shka ke aty, edhe a i bëjke o koma, shumë të matë që ashtu po hajk. Dramat nuk po nojnë. Oke, qka pritni me ndodhë në këtë javën e fundit me finalistët e bikut në Kosovë të këtejme? Prapë se tani ky Shqipëris, kemi kohë ndë me umarë me to. Se janë lëndrimi Klodi, finalist e zgjetur sot, besoj që ka me pas këgja dinamika të furta mes Treshi për Sheshet. Nëse. Zoj? E njëta dinamik më nëjtë që ka me vazhdu, ka me pas ma shumë debate, momentet të ndryshme, po që besoj ka me kanë interesante dhe java finale. Hyrjet e ishbanorve, ka me pas, a keni informacione apo jo? Hyrjet e ishbanorve Veç nëse njëm të ishbanorve si ma heret që kanë hi me i vizitu, po në atë njërë, besoj që nashta mund, së që kanë paralajmu, na i sanë që të nga nik. Po shpresojmë që kam ju plotësu lëndrimi dëshira me hyjgjesti për 24 orë. Po që ka kërkuar. Redion dhe pashtu edhe Zojës edhe Doni. Sone kam shku një farë pushimi e po du mi avo një pytje kështu si përfundim, se nuk do të shihemi pak. Kush e fiton bigun e Kosovës, përfundimisht? Dëshirën time është pa dyshim lëndrimi se jo, a ti lëm dëshirat, Redion, ti lëm dëshirat. Ato të shojmë si loj, si pretendent për me fitu, për atë që kam bërë? Eliona, okej. Deri në këtë pikë të lojës, me gjyku ftaft, me qenë se theme Elion dëshirat anash, edhe në menaj që Eliona. Zoj, lej dëshirat anash. Kush e fiton bigun? Thuaja. Eliona. Lëndrimi. Ta plus po e thu Eliona. Jo, lëndrimi. Besoj që e meritan, ka lujt me kejt në gjyrat, e ka dhonë maksimumin, e kena po në shumë mënyrat të ndryshme të debateve, të mërzitjes, të nav, edhe menaj që lëndrimi. Definitivisht e meritan. Dëshira personale është lëndrimi, po dhe në këtë pikë të lojës menaj që e fiton Eliona. Hajde li ta shohim se ku qëndroni me dëshira edhe ku me realisht këto parashikime tuaja sa do t'jenë të sakta. Redion, falenderit që u lidhe. Gjithmonë kënaqësi. Falenderit gjithashtu. Falenderit edhe juve nëse keni diçka për fund sa i përket bigut, se Zoja si gjithmonë, si të nalet kamera thot nuk e thash këto. Jo, krejt, po mënej për që tash krejti cekëm ta këshim shabu bëhat sot në Prime. Unë po shpresoj shumë që opinionistët kanë me përkra lëndrimin edhe kanë me kanë në ekranin e tim, mi tregu që nuk ka bërë kur gjë gabim edhe mi majt fjalë se që shkanë thonë kena qef me pas jashtë një shok si lëndrime. Po shpresoj që kanë me kanë në anën e ti, pa e dëmtu dikën tjetër, pa e ullë dikën tjetër, po thjesht më janë zirë në patë mirësin e ti që e ka dhe atë munin e ti që e ka bë për beg. Për ndryshe sot më pëlqeve se fillove me qudorën, që para se me marrë fjallë, se shumë zhumë po bënë Zoja. Po shumë pa me në të shaka më begune. Si djetë, edicionin ashëm. Dinamika shumë të forta, dinamika shumë të ashpra menaj edhe debate ko gjatë nëzita mes Treshi për Sheshet. Ti e litë të Treshi për Sheshi edhe e ki atë idenë që mund të shkojmë bashka në finale. Po besoj që besoj që nëse e krahasojna, po besoj që lëndrimi edhe Benita absolutisht që meritojnë finalen, po nëse Klodi ose Hygerta, në mënej që Klodi për shkak që ka qenë i faktorizum edhe i faktorizum nga banorët brenda, po edhe nga publiku për shkak të situatave të cilat i ka kriju. Me një farë formë është gjyku edhe nga publiku, po edhe nga opinionistët që ka lujt, kështu që për lojën që e ka bu, me që e meriton event finale para Hygertës. E ndryshë nga këtu, çka po thuhet në Gjesi? Kush janë favorit? Se dhe ke pas debatin. Në Gjesi ka qenë lëndrimi Eliona, kështu është cilë, ka pas ata prej atyne të cilët e kam përkra lëndrimin, e ka pas si rallë herë publikisht që e kam përkra Elionën. Falenderit edhe për sot, Zoj edhe Don. Ne me këtë debate përmbyllim këtë edicion edhe këtë javë. Qëndroni me të shtatë. Mirupafshim në Kosova Live në edicionet e javës së ardhshme.